Politika ka prodhuar njerëz të korruptuar, ka prodhuar individ që i kemi quajtur budallënj. Kemi parë që sharak në parlament të dal nga lista e partive politike. Patjetër ka njerëz me integritet, shtetar, burra e gra me vlera, por ka prodhuar dhe klube budallënjsh. Këto jo vetëm në Tiranë, një simbolik të tillë e gjen edhe në Korçë. Është një klub diku në bulevardin Republika, që mund të quhet politikisht klubi budallënjve. Klubi budallënjve sepse atje shkojnë të gjithë ata që mendojnë se një biznesmen i fantaksur mundet të bëjë udhëheqës, mundet të bëj kryetar bashkie, mundet të bëj deputet apo deputete. Dikur i pari që shkoi pretendoi të ishte udhëheqës i bashkisë së Korçës, por pasi shkoi të hidhte themelet e klubit, rrugës harroi dhe shkoi diku jashtë dhe doli kundër vendit të tij. Shkoi dëshmitar kundër Shqipërisë, ishte i pari i klubit të budallënjve. Mendonte se ai ishte udhëheqës i padiskutueshëm. Në fillim njerëzit e pyesnin, nga i buronin këto ide, por më pas e kuptuan se klubi budallënjve kishte filluar të merrte formë. Dikush po e çmente. I dyti që shkoi ishte një prefekt që njëherë pretendonte bashkinë, pastaj të bëhej deputet. Edhe ky ju bashkua klubit të budallënjve, duke takuar atje edhe ndonjë drejtorues të zhgënjur të pushtetit me idenë se ardhmja do të ishte e ndritur. Së fundi klubit të budallënjve ju bashkua edhe grupimi i Marksit, Engelsit, Leninit apo Stalinit me shpresën se e ardhmja do të ishte e ndritur, parlamenti do të shkëlqente. Klubi të budallënjve ju shtua edhe një zonjë. Janë bërë shumë në klubin e budallënjve në bulevardin e Korçës, ku biznesmeni i mbledh ju jep leksione filozofie, politike, psikologjie dhe ata të mahnitur besojnë dhe shpresojnë se ardhmja do të jetë edhe më e ndritur, por harrojnë se thjesht dhe vetëm janë mbledhur në një klub budallënjsh. Kanë të gjithë të drejtën të mendojnë se asgjë nuk do të ndryshojë, janë ata dhe vetëm ata. Nuk e ka thënë kot Churchill, vetëm i vdekuri dhe budallaj nuk ndryshojnë. Dhe te klubi budallënjve askush nuk ndryshon. Të gjithë besojnë se janë udhëheqës të ndritur, jo vetëm të popullit të Korçës, por edhe të kombit shqiptar.